A ka ndonjë film që të ka bërë të reflektosh thellë dhe të shohësh jetën ndryshe? Disa filma nuk janë thjesht argëtim. Ata kanë fuqinë të ndryshojnë si person, të frymëzojnë dhe të bëjnë të mendosh për botën me një perspektivë kryesisht të re. Në këtë video, do të zbulojmë 10 filma që mund të transformojnë mendërisht, emocionalisht dhe shpirtërisht vetëm me një shikim. Secili prej tyre mbart një mesazh të fuqishëm që mund ndikojë në jetën tënde. Le të fillojmë. The Pursuit of Happiness është një histori frymëzuese e bazuar në ngjarje të vërteta që tregon fuqinë e këmbënguljes dhe vetbesimit. Chris Gardner, një baba i vetëm që lufton me varfërinë dhe pasiguritë financiare, nuk ndalet së luftuari për të ardhmen e djalit të tij. Pavarësisht sfidave të pafundme, netëve të kaluara në qendra strehimore, refuzimeve të vazhdueshme dhe momenteve të dëshpërimit, ai nuk dorëzohet. Ky film është një mesazh i fortë për të gjithë ata që ndihen të lodhur nga jeta. Suksesi nuk është i pamundur, pavarësisht pengesave. Nëse ndonjëherë ke menduar të dorëzohesh, historia e Gardnerit kujton se mundësitë ekzistojnë për ata që nuk heqin dorë. Për këtë rol, Will Smith mori shumë lavdërime dhe u kandidua për çmimin Oscar si aktori më i mirë. Dead Poets Society është një film që na mëson fuqinë e mendimit të pavarur. Një mësues i letërsisë, John Keating, inkurajon studentët e tij të sfidojnë normat dhe të ndjekin pasionet e tyre. Ai mëson ata se letërsia dhe arti nuk janë thjesht fjalë në letër, por një mënyrë për të jetuar me pasion dhe intensitet. Carpe diem, shfrytëzoje ditën, bëhet një filozofi për studentët e tij, duke i frymëzuar të jetojnë jashtë kufive që shoqëria u ka imponuar. Ky film të bën të reflektosh mbi atë që me të vërtetë dëshiron nga jeta dhe të pyesësh veten, apo jeton për veten tënde apo për pritshmëritë e tjerëve. Dead Poets Society, me regji nga Peter Weir, është me një performancë të paharrueshme të Robbie Williams, na ofron një udhëzues për të jetuar me guzim dhe autenticitet. Good Will Hunting është një histori e jashtëzakonshme mbi vezbulimin dhe fuqinë e një mentori të mirë. Will Hunting është një djalosh gjeni, por i rritur në një mjedis të vështirë, me plagë emocionale të pasbardhura. Ai ka një dhunti të rrallë për matematikën, por gjithashtu një mur të madh emocional që e pengon të besojë te të tjerët. Përmes ndihmës së një psikologu të jashtëzakonshëm, ai mëson të përballet me të kaluarën dhe të pranojë veten. Ky film është një leksion i fuqishëm mbi rëndësinë e vetpranimit dhe të kërkimit të ndihmës kur ke nevojë. Ai të bën të mendosh, a jemi të hapur për të pranuar dashurinë dhe mbështetjen që na ofrohet? Ky film fantastik me performancë shkëlqyer nga Matt Damon dhe Robin Williams na tregon se si një mentor i vërtet mund ndihmojë dikë të përballojë demonet e tij dhe të arrijë potencialin e tij të plotë. Into the Wild të merr me vete në një udhëtim shpirtëror, ku Christopher McCandless praktikoi jetën e tij të privilegjuar për të eksploruar natyrën e egër dhe për të kërkuar kuptimin e jetës larg shoqërisë moderne. Ky film është një eksplorim i lirisë së vërtetë, ku protagonisti sfidon gjithçka që shoqëria e ka mësuar dhe kërkon një kuptim më të thellë të ekzistencës. Megjithatë, fundi i tragjik të bën të reflektosh mbi rëndësinë e marrëdhënieve njerëzore, dhe se lumturia e vërtetë nuk gjendet vetëm në izolim, por në ndarjen e momenteve me të tjerët. A është liria diçka që mund të arrijmë të vetëm, apo ka vlerë vetëm kur e ndajmë me ata që duam? Me regji të Sean Penn, ky film është një shembull force që na kujton se liria dhe kuptimi i jetës mund të jenë të lidhura ngushtë me marrëdhëniet që krijojmë me të tjerët. Forrest Gump na mëson se suksesi dhe lumturia nuk përcaktohen nga inteligjenca, por nga këmbëngulja dhe mirëdashja. Forrest, me një zemër të pastër dhe një këndvështrim të thjeshtë mbi botën, arrin të kapërcejë çdo pengesë me optimizëm dhe përkushtim. Ai na kujton se jeta është e paparashikueshme, plot me mundësi që nuk i parashikojmë dot. Siç thotë dhe shpreha e tij e famshme, jeta është një kuti çokolatash, nuk e di kur çfarë do të marrësh. Ky film na sfidon të mendojmë se ndonjëherë nuk ka rëndësi se sa të zgjuar jemi apo sa planifikojmë. Rëndësi ka mënyra se si e përqafojmë jetën dhe sa fort vazhdojmë përpara. Me regji të Robert Zemeckis dhe me Tom Hanks në rolin e protagonistit, ky film ka fituar 6 çmime Oscar, përfshirë Best Pictures, Best Actor për Tom Hanks dhe Best Direction për Robert Zemeckis. Yes Man është një komedi motivuese që përçon një mesazh të fuqishëm mbi hapjen ndaj mundësive të reja. Protagonisti,
Karl është një person që gjithmonë thotë jo, ndaj çdo gjëje të re në jetën e tij, duke kufizuar veten në një rutinë të mërzitshme dhe monotone. Por një ditë ai sfidohet të thotë po, ndaj çdo mundësie që i vjen përpara, dhe ky vendim ndryshon gjithçka. Filmi na bën të reflektojmë mbi frikën dhe kufizimet që shpesh i vendosim vetes. Sa herë kemi thënë jo nga frika e dështimit, po sikur të hapeshim ndaj gjërave të reja dhe t'i shihnim si një mundësi përritje, me Jim Carrey në rolin e Karl, është një komedi që na mëson se hapja ndaj mundësive të reja mund të sjellë ndryshime të mëdha në jetën tonë. Filmi ka një mesazh motivues dhe i kujton shikuesve se frika dhe kufizimet shpesh na pengojnë të rritemi. Fight Club është një nga filmat më të thellë dhe filozofik të kohës moderne. Ai sfidon perceptimin ton mbi identitetin, lirinë dhe konsumizmin. Protagonisti, i zhytur në një jetë monotone dhe të pakuptimt, krijon një alter ego të fuqishme që e çon në një rrugë të rrezikshme të veçzhvillimit dhe rebelimit kundër shoqërisë. Filmi trajton idenë se jemi bërë sklever të sistemeve moderne, duke ndjekur një jetë që shoqëria na ka imponuar. Nëse ndonjëherë ke menduar se çfarë do thotë jesh vërtet i lirë, ky film do të bëjë të vësh në dyshim gjithçka rreth mënyrës se si jeton. Me regji të David Fincher dhe me Brad Pitt dhe Edward Norton në rolet kryesore, është një film që sfidon kuptimet tona mbi identitetin dhe lirinë. Filmi ka pasur ndikim të madh dhe është bërë një klasik i kinemas moderne, duke ofruar një reflektim të thellë mbi jetën dhe normat shoqërore. The Shawshank Redemption është një histori e fuqishme mbi shpresën dhe durimin. Andy Dufresne, i dënuar padrejtisht për një krim që nuk e ka kryer, përballet me dekada burgimi, por nuk e humbet shpresën. Përmes mençurisë dhe vendosmërisë së tij, ai arrin të ndryshojë jo vetëm jetën e tij, por edhe të atyre që e rrethojnë. Ky film është një dëshmi se edhe në situatat më të errta, shpresa mund të jetë drita që na drejton drejt lirisë. Ai të bën të reflektosh mbi rëndësinë e durimit dhe fuqinë e brendshme për të mos u dorëzuar kur, sado e vështirë të jetë situata. Me regji të Frank Darabont dhe me Tim Robinson dhe Morgan Freeman në rolet kryesore, është një histori për shpresën dhe fuqinë e brendshme. Filmi është një nga më të vlerësuarit në histori, me 7 nominime për çmimet Oscar dhe 3 nominime për çmimin Golden Globe. A Beautiful Mind është një histori e vërtetë që flet për genialitetin, çmendurinë dhe fuqinë e mendjes njerëzore. John Nash, një matematicien i shkëlqyer, përballet me skizofrenin, një sëmundje që sfidon perceptimin e tij mbi realitetin. Filmi të bën të mendosh se si realiteti nuk është gjithmonë ashtu siç duket, dhe si forca e karakterit dhe dashuria mund triumfojnë mbi çdo sfidë mendore. Ai është një shembull i jashtëzakonshëm i forcës njerëzore për të mos u dorëzuar, edhe kur mendja luan kundër nesh. Me regji të Ron Howard dhe me Russell Crowe në rolin e John Nash, ky film, i bazuar në jetën e vërtetë të matematicienit të John Nash, ka fituar 4 çmime Oscar, përfshirë Best Picture, Best Direction dhe Best Adapted Screenplay. Catch Me If You Can sjell një histori të jashtëzakonshme të bazuar në ngjarje të vërteta, i një mashtrues brillant që sfidon fobin për vite të tëra. Prenga Bagnali, një djalë i ri me zgjuarsi të jashtëzakonshme, arrin të krijojë një jetë luksoze duke përdorur talentin e tij për mashtrime. Ky film na mëson se zgjuarsia dhe përshtatshmëria mund të çojnë shumë larg në jetë, por gjithashtu tregon se pa ndershmëri dhe vlera të forta, sukseset nuk janë gjithmonë të qëndrueshme. Ai të bën të reflektosh mbi pyetjet: çfarë është më e rëndësishme, suksesi apo mënyra se si arrim atë? Me regji të Steven Spielberg dhe me Leonardo DiCaprio dhe Tom Hanks në rolet kryesore, ky film mori 2 nominime për çmimin Oscar dhe ka pasur një ndikim të madh kulturor. Këta filma nuk janë thjesht histori të rrëfyera në ekran. Ata janë pasqyrime të thella të realitetit, të mundësive dhe të sfidave që përcaktojnë rrugëtimin tonë si individ. Secili prej tyre ngre pyetje të rëndësishme mbi natyrën njerëzore, fatin, lirinë dhe qëllimin e jetës. Ajo që mbetet pas shikimit të tyre nuk është vetëm një ndjenjë emocionale, por një ftesë për introspektim dhe veprim. Në fundit, arti vetëm nuk është ai që thjesht na argëton, por ai që na transformon. Cili nga këta filma ka ndihmuar më shumë te ti? Lëre mendimin tënd në koment dhe mos harro të bësh subscribe për më shumë përmbajtje që të frymëzon.